Sot në studio kam kryetarin e Bashkisë Lokale të Shtojit, Albert Kastratia, i cili do të na flasë për problemet e Shtojit, por edhe për të mira që ky vend ka. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes ju dhe spektatorëve të televizionit të UTA. Do t'ja fillojmë kështu drejtën e tim. Zotri Kastrati, cilat janë problemet kryesore që ndoshta Shtoji përballet kohët e fundit? Problemet e Shtojit janë të shumta, si që dini dhe me rallë, dhe më thanë në viteve me rallë, i kena cek ato problemet. Problemi është ujësjellësi pikë së parit, kanalizimi i ujnave të zeza, infrastruktura, rrugët, trotuaret, elektrifikimi, pastërtia dhe shumë tjera e tjera. Po çfarë kur banorët e Shtojit drejtohen tek ju, cilat ndoshta do të ishin disa nga ankesat e tyre? Ankesat janë të shumta, paka shumë qytetarët e Shtojit ankohen për asfaltimin e rrugave. Ai është problemi i parë që ata i cekin, kështu që planet janë çdo vit asfaltojnë pjesë rrugët, dhe më thanë me sistemin 50% qytetarët i financojnë 50% e finanson komuna, por se ata shkojnë me plane me rrallë. Kështu që nuk mundet për çdo vit rrugët me ju asfaltu ashtu si dojnë ata, po si ishtë plani. Cili është bashkëpunimi juaj edhe me komunën e Ulqinit? Po bashkëpunimi jonë nuk është në nivel të dobët, por se ne i kemi durët e lidhura, sepse i vetmi mjet i sistemit punës, dhe më thanë Bashkisë Lokale, është për bazë shkresave. Se nuk kemi pjesë tjera që mundën me mu drejtu në mënyrë. Me tregoni pak rrugët i përmendëm, ndriçimi. Pa ndriçimi publik ka mrit deri një pjesë, kanë met dhe një 3 km deri te ura e Bunës, kështu që i kemi dërgu shkresat dhe kërkesat komunës vite me radhë. Ata e kanë parasysh para puna se aty është i parapamun bulevardi, që ka më shku prej të ura e Portomilenjës deri të ura e Bunës, kështu që dhe me thanë të ardhmen edhe planet e ndërtimit, planet urbanistike janë aprovuar, kështu që do të ai bulevar është dhe me thanë pika infrastrukture e para që duhet mu rregullu në atë pjesën e Shtojës. Si e ka pritur Shtoji këtë sezon turistik, me qenë se dim që Shtoji është ndër pikat më të frekuentuara gjatë verës nga turistët? E vërtet, si që dini edhe ju dhe shikuesit e televizionit, sezoni këtë vit është vanuar, kështu që në korrekt nuk kemi pas turistat mjaftueshëm. Gushti është përmirësuar, por se janë ditë shkurta, dhe me thanë gushti me pa qenë edhe 60 ditë, edhe kishte me qenë pak për me dhe me thamë me mbulua atë shprastinën e Korrikut dhe Qershorit. Si do të mund të zhvillohej turizmi në Shtojë më mirë? Çfarë ndryshimesh do duheshin bërë? Përveç përmendëm infrastrukturën, ndoshta deri diku edhe ndriçimin, cilat do të ishin disa ndryshime që i duheshin Shtojit? Po, si që dini edhe jo dhe shikuesit e televizionit, vite me radhë, dhe me thanë dekada me radhë, është ndërtu Ulqini pa rregull, dhe më thanë ka qenë një ndërtimi i eger, si e quajnë institucionet përkatëse. Jo vetëm Shtoji, po është problemi dhe me Gjerana, dhe me Pinjesh, dhe me komplet pjesën e Ulqinit, ku nuk ka plan urbanistike. Një problem tjetër që e shohim ne është se të ndërtesat që janë të punu në fushën e Ulqinit, dhe ata banesat që janë të ushit, është një farë biznisit që të bjen të holla për kohë shkurt, por se për turizm nuk është mirë. Ulqini ka nevojë për hotele, ka nevojë për rezorte, por jo me nxanë komplet plazhin e madh ose Shtojin me hotele e me ndërtesa, por me shku pjesë, me lanë edhe pjesë ku do të me qenë natyrë eger, me lanë edhe pjesë ku kanë me shku turistat dhe ata që i dojnë me ba plazh, që kanë me banua edhe në për shtëpia private, edhe në për hotelet të vogël, si me thanë, kështu që do të me qenë një ndërtim i kontrolluar dhe me afatgjat edhe në bazë, dhe me thanë, ekonomike. Ky ndërtim i shumët,
edhe perspektiven tënde se si e shihni, çfarë temetash tjera i bie Ulqinit? Flas tek ndoshta dhe ujësillësi, kanalizimi, janë gjitha këto shkak pasojet ndoshta që vinë me radhë? Po, dhe me thanë, puna e kanalizimit dhe ujneve të zeza, po flasë për shtojnë konkretisht, nuk ka rjetë kanalizimit, kështu që është një farë plani që du të mu ba një farë kolektorit të të kumbledhen ujnet të zeza dhe kanë mu deportua në deta, në burna, kudo, por është puna se është një, dhe me thanë, plan ekologjik afat gjatë. Në shtoj gjitha të objekte kajnë ata gropat septike, por se është problemi tjetër se gropa septike afer ujtë pishëm dhe me thanë nuk shkojnë. Do të minimum 30 metra me qenë njëne prej tjetërës largë, kështu që e mira është se është rërë, dhe me thanë është tereni është me rërë, a i shfilteri mirë, por se kur ka shumë asi gropa septike, ndotet dhe me thanë edhe tereni, edhe ambienti. Cilat janë ndoshta disa projekte që i keni realizuar gjatë këtij viti? Pa projektet paka shumë ne kemi japë sugjestione për projekte, por se ne budget nuk kemi. Ne kemi mangësi të hollash, kështu që s'kemi mundësi në me realizua pa komunën. Me thanë komuna, kemi ba shportin e vjeshtës, me organizatën turistika, e ka qenë një manifestim shumë i bukur dhe shumë i qelluar nga ana dhe publiku dhe qytetarve, kështu që në këtë, dhe me thanë, kishme apelu edhe një herë mu ba aji shport e vjeshtës ai manifestim, se ka qenë edhe tereni, ka qenë shumë i përshtatshëm, me parking, me të mjaftueshëm dhe me shumë tjera aktivitete. Nëse do të duheshit të zgjidhnit vetëm një projekt vetëm gjatë mandatit tuaj, cilin do të veçonit? Projektet janë shumë të, por se du të me pas edhe dhe me thonë prioritetet. Prioritetet janë urbanizimi, dhe me thonë infrastruktura. Unë kish me veçua kanalizimin, mas parit. Mas parit kish me veçua kanalizimin. Mu realizua e projekt. Se aja është pika e parë që pe i cili du të me fillu. Për në fund të kësaj interviste, cili do të ishte ndoshta një mesazh i juaj për gjithë ato banorët e shtojit që po na ndjekin? Çfarë ju premton, po themi? Premtimi jem është, si me thanë, i kufizuar, por se unë jam në pozit që jam në anë qytetarëve në çdo rast, në çdo moment. Lirisht le të më drejtohen për probleme, le t'i zgjedhim së bashku. Unë ju falenderoj shumë zotëri Albert që ishit sot me mua në studion e emisionit Mëngjesit. Faleminderit që pranuat ftesën. Takohemi, shpresojmë edhe në manifestimet ndryshme, në projekte të ndryshme që do të realizoni. Faleminderit.